Ndalesa e kryeministrit Sali Berisha në rrethin e Librazhit u shoqërua me inaugurimin e disa veprave publike në komunën e Rajcës, investime që kapin vlerën e afërsisht 600 milion lekëve të reja. Kreu i qeverisë preu fillimisht shiritin e ujësjellësit të ri të Rajcës, një vepër që do të furnizojë me ujë të pijshëm 20.000 banorë të kësaj zone dhe që i ka kushtuar buxhetit të shtetit 380 milion lekë. Kryeministri Berisha inauguroi më pas rrugën e rikonstruktuar Urak-Golik, e cila lidh aksin Prenjas-Qaf-Than me autostradën në ndërtim Qukës-Qaf-Ploç. Rruga është e gjatë 8.6 kilometra, e pajisur me parametra bashkëkohor dhe kap vlerën e 190 milion lekëve. Ajo do të shërbejë 22.000 banorëve të komunës së Rajcës dhe propisht në Pogradec, një investim që sipas kryeministrit Berisha është në vazhdën e angazhimit të qeverisë për ndërtimin dhe modernizimin e të gjithë rrjetit rrugor në vend. Ne inaugurojmë këtu me ju së bashku rrugën Urak-Golik, 8.6 kilometra, të standardeve më të mira për rrugë rurale, rrugë e cila u shërben mira banorëve të kësaj zone. Në rreth të Librazhit ne kemi ndërtuar 45 kilometra rrugë, 14 shkolla, 10 ujësjellësa, kemi ndërtuar 14 qendra shtetësore dhe subvencionuar rreth 2 milion dollar pemtari, vreshta, ulli dhe sera. Ju siguroj se investimet gjatë viteve që vinë do të trefishohen për rrethin tuaj. Ne do të përpiqemi që në çdo metër katror të kësaj toke të sigurojmë të ardhura sa më shumë për të rritur mirëqenien dhe këmbjen e familjeve tona.